Pogradeci konsiderohet si një qytet tranzit për vizitorët dhe shumë rrallë është bërë pjesë e paketave turistike disa ditore që ofrojnë agjencitë. Për ta ndryshuar këtë fenomen në qytetin liqenor u mbajt një takim me Unionin Turistik Shqiptar dhe përfaqësues të agjencive, të cilave ju kërkuar që Pogradeci të përfshihet në këto paketa në mënyrë që të rriten net qëndrimet e të huajve. Pogradeci mos e kemi në fundjavë në periudhën e dimrit, por të jetë i mbushur gjatë gjithë ditëve të vitit. Kështu që besoj që në takim ne morëm disa mësime se si duhet të bëj bashkia vetë, po morëm edhe premtime nga operatorët turistik që do na mbështesin. Do të ofrojmë një paket spaku minimumi dhe 2 net ose 3 net qëndrimi në Pogradec, sepse deri tash në fakt keq është në shkaluar Pogradeci ose ajo që ka qenë le të themi pjesë e kujtave tona ka qenë një drek Pogradec. Me atraksionet që ka potenciale mund të ishte një ndër 5-6 destinacionet brenda Shqipërisë më të preferuar. Kujtim Dervishi nga shoqeta e restoranteve dhe bujtinave shqiptare u shpreh se Pogradecit i ka munguar vëmendja e qeverisë dhe Ministrisë së Turizmit për të zhvilluar më tej turizmin në këtë qytet. Unë mendoj që Ministri i Ardhshëm duhet patjetër këtë takim që neve bëmë sot me operatorët turistik, Ministri duhet të vej theksin këtyre takimeve, duhet vi pikërisht në këto vende, në këto rrethe që kanë turizëm, por nuk e kanë të zhvilluar. Kështu që është e domosdoshme që bashkëpunim me pushtetin vendor, qeveria shqiptare duhet vej dorë ke ky qytet i cili ka atraksione pafund. Unioni Turistik Shqiptar synon që në 2027 të shfrytëzojë aeroportin e Ohrit për të sjellë turistë organizuar me charter. Një kompani polake dhe çeke, të cilat sjellin turistë në Ohër, domethënë ka shumë vite që operojnë, dhe ne kemi negociuar që t'i kalojmë një pjesë tyre t'i kalojmë në Ohër, domethënë chartera do vinë në aeroportin e Ohrit sepse nuk ka Pogradeci aeroport. Për periudhën janar-gusht 2025, numri i turistëve që janë akomoduar në hotelet e Pogradecit arriti në 95.528 persona. Nga këta 18.314 janë turistë të huaj, ose thënë ndryshe 6.000 më shumë se viti 2024.